Populli ynë është me të vërtet një popull heroik, një popull i pacyshëm, një popull i papërkullur, një popull i paepur. Këtë nuk e themi sepse jemi romantik, sepse duam ta mashtrojmë vetveten, por se faktet flasin kështu. 2000 vjet kaluan mbi ne hordhi të ndryshme, armiqe pushtues të egër e më të egër, të poshtër e më të poshtër. Kurse sot gjendja është që jemi më të shumë se kur ndonjëherë në historinë tonë. Jemi më të fortë se kur ndonjëherë në historinë tonë. Përse është kështu? Sepse patëm një kulturë të vërtet, një kulturë të lashtë, një kulturë të gjerë, një kulturë të thellë. Se kultura është shpirti i një populli. Dhe një popull me një kulturë të tillë, si ishte e mundur që të zhduket nga faqja e vet. Prandaj, në këtë ditë kur flasim për kulturën, për hapësirën e përgjithshme të kulturës shqiptare, unë mendoj se ajo hapësirë ishte gjithmonë e paprekur. Përkundër të gjitha pengesave që na qitën, përkundër të gjitha përpjekjeve që bën që të na ndalë me kufi, e me polici, e me mënyra të ndryshme. Hapësira e përgjithshme e kulturës shqiptare nuk pushoi që të ekzistonte kurrë, sepse edhe shpirti e zemra e shqiptarëve nuk pushoi që të ishin bashkë gjithëherë. Kur nuk mundej shqiptari që të ndërtonte objekte të ndryshme të bukura në vendin e vet, ai nuk ishte egoist. Ai ndërtonte xhami të mrekullueshme siç ndërtoi Usta Sinani, arkitekti i njohur edhe në Stamboll, edhe në Indinë e largët, edhe atje ndërtoi objekte që mrekullojnë edhe sot kohën e sotshme. Domethënë, ishim një popull, kur ishim në acar, kërkonim diku në një vend ku të gjenim, ku të kulturën, qoftë edhe për të tjerët. Samiu i madh, kur s'kishte mundësi të shkruante enciklopedi për shqiptarët, e shkruante edhe për turqit. Kur s'kishte mundësi të bënte fjalor për shqiptarët, shkruante edhe për turqit. U dha turqve, por edhe neve na la Samiun e madh, i cili edhe sot na deh me kulturën edhe me dijen e vet. Shqiptari e dinte se vetëm me heroizëm nuk jetohet, po e dinte se duhet edhe të fisnikrohet, e dinte se ishte i rrethuar me popujt të mëdhenj, e dinte se ishte i rrethuar me një konkurrencë të madhe të pashpirë që mbretërohet në botë. Prandaj ai nuk pushoi ta fisnikronte vetë kurrë. Prandaj ai mori nga të tjerët gjithë ajo që duhet ta merrte, po kurrë nuk mori as tepër sa ta humbte vetveten. U dha të tjerëve gjithmonë e pa rezervë. Prandaj u bë i madh, prandaj u bë edhe i padvekshëm. Ju e dini shumë mirë se shqiptari nuk i pranojnë ndamjet që ja imponuan të tjerët. Ai rrezikonte veten edhe për një abetare. Ai rrezikonte veten edhe për një emision. Ai rrezikonte veten edhe për një kasetë. Ai rrezikonte veten edhe për një roman. Kështu që me të gjitha përpjekjet që të na ndajnë, shqiptarët nuk e pranuan ndarjen, por gjithmonë e ruajtën të përbashkët sferën e vet edhe hapësirën e vet kulturore. Ishin kohërat kur na ndalonin ta dëgjonin Tiranën. Mirë po kishte as i bi nane që e lëshonin Tiranën, e rrezikonin të shkonin edhe nga 5 vjet, nga 10 vjet. Të dini shumë mirë, është e vërtet se i kanë bërë pengusit për të mos e parë televizionin e Shqipërisë. Mirë po 60% të teritorit të Kosovës e ka televizionin e Shqipërisë. Prandaj ata 40% shkojnë edhe shohin atje ku e shohin ata 60%.
dini shumë mirë kur na i vrisnin poetët tanë. Në vend të tyne lindin 15 poetë të ri. Kur na i burgosin poetit tanë, sikur që është Zeqir Gërvalla e të tjere, lindin edhe 10 edhe 15 poetë të ri, që shkrunin poezi, edhe më të mira se ata. Kur na i burgosin romansierët tanë, e dini ju shumë mirë, romanet e tyne lexoheshin dorë pas dore, mësoheshin edhe përmendshëm. Do me thënë, populli shqiptar nuk pranoj kur një herë që të cungohet tërësia e tij kulturore, që të cungohet sfera e tij e përgjithshme kulturore. Edhe ky tubim i yni sot madhështor në këtë vend mik, në Ljubljanën heroike, në Ljubljanën demokratike, bashkë me vëllezërit tanë të dashur sloven, edhe ky tubim e vërteton se kur nuk pranuam që të na cungojnë, kur nuk pranuam që të na mbysin shpirtin ton për kulturë e për dije e për art. Falenderoj shokët e redakcisë Alternativës, e cila është edhe një fakt, edhe një bamuni, se kultura jonë ecën përpara, se shkon në cilësi lartë e më lartë, edhe dëshiroj që i këso të bimesh të mbahen edhe shumë vjetë, edhe dëshiroj që Alternativa pavarësisht edhe në Kosovë, shumë shpejt, do të kemi mundësi edhe më të mëdha të punojnë, po dëshiroj që Alternativa të mos shuhet kurrë, që të jetoj gjithmonë, që ta mbaj lidhjen me ne edhe me popullin vëlla sloven.